It's a weaponization against a political opponent. And it should never be allowed to happen. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka firmosur një urdhër ekzekutiv që shënjestron firmën ligjore Perkins Coie, e cila njihet si firma ligjore e manjatit George Soros. Në urdhrin e tij ekzekutiv, Trump thot se firma, e cila ka punuar edhe për Hillary Clinton, ka ndërhyrë në zgjedhjet e lira dhe të ndershme në Shtetet e Bashkuara. What they've done is just terrible. Me këtë vendim, kompanisë ligjore të Soros i revokohen disa certifikata sigurie dhe i ndalohet aksesi në disa burime federale. Trump po ashtu e akuzon firmën ligjore për diskriminim, duke thënë se përdorte kuota racore dhe të tjera në praktikat e saj të punësimit. Perkins Coie ka punuar me donator, aktivist, përfshirë George Soros për të përmbysur me gjyq ligjet zgjedhore të nevojshme dhe të miratuara në mënyrë demokratike, përfshirë ato që kërkojnë identifikimin e votuesve. Në një rast të tillë, një gjykat u detyrua të sanksionojë avokatët e Perkins Coie për mungesë etike dhe sinqeriteti përpara gjykatës, thuhet në vendimin e That's going to Trump. be up ultimately to the Attorney General and various other people. Absolutely. Everyone's going to do great, but we can't let this continue to happen to America. Otherwise, we're not going to have a country.